mëngjesit të 21 majit, qytetësia e qytetit bregdetar të Durrësit u thye nga një operacion i madh policor. Me shpejtësi kirurgjikale dhe koordinim të jashtëzakonshëm, forcat speciale shqiptare në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet italiane ndërmorën një nga goditjet më të mëdha kundër krimit të organizuar në vitet e fundit. Operacioni i koduar me emrin simbolik Ura nuk ishte një ndërhyrje zakonshme. Ai ishte rezultati i një hetimi të gjatë dhe kompleks, i mbështetur në muaj të tërë përgjimesh, ndjekjesh dhe analizash financiare që zbulonin një rrjet të gjerë kriminal të përfshirë në trafikimin ndërkombëtar të lëndëve narkotike dhe pastrimin e parave. Në qendër të kësaj skeme të errët ishin jo vetëm trafikantë të zakonshëm, por edhe njerëz me ndikim, figura të njohura të jetës publike dhe institucionale, policë të korruptuar, avokat të fuqishëm, pronar të mëdhenj biznesesh, e madje edhe zyrtar të lartë të shtetit. Të gjithë të përfshirë në një rrjet ku krimi, paraja dhe pushteti ishin lidhur ngushtë për të kontrolluar jo vetëm tregëtinë e drogës, por edhe strukturat që duhej të mbronin ligjin. Operacioni Ura çoi në ekzekutimin e 42 nga 52 urdhër arresteve, duke shënuar një ndërhyrje masive në strukturat e krimit të organizuar me bazë në Durrës, por me lidhje dhe ndikim që shtriheshin për te kufive shqiptar. Ky ishte një sinjal i qartë se krimi nuk do të tolerohej më, as nga drejtësia vendase dhe as nga partnerët ndërkombëtar. Por çfarë fshihej pas këtij rrjeti? Kush ishin njerëzit që e kishin kthyer Durrësin në një nyje kyçe të trafikut të kokainës dhe heroinës drejt Europës, dhe si kishte arritur krimi të penetronte kaq thellë në shtresat më të larta të shoqërisë? Kjo është historia e një perandorie të padukshme, e ngritur mbi dhunë, frikë dhe para të pista. Një histori që fillon me një emër të koduar, Operacioni Ura. Sipas dosjes së detajuar hetimore të përgatitur nga autoritetet italiane, rrjeti kriminal i përfshirë në trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike drejtohej nga shtetësi Xhevdet Troplini, një emër i njohur në qarqet e krimit të organizuar, ku njihej me nofkën Poja. Troplini rezulton duke qenë truri organizues i aktiviteteve kriminale, duke ndërtuar dhe mbajtur një strukturë të sofistikuar dhe të mirë organizuar për shpërndarjen e drogës në Itali dhe më gjerë. Në strukturën kriminale që drejtonte Poja, rol të rëndësishëm luanin dy bashkëpunëtorë të ngushtë të tij, si Adi Çoba dhe Elvis Doçi, ky i fundit i njohur gjithashtu me pseudonimin Visi i Pojës. Hetuesit italian dyshojnë se Çoba dhe Doçi vepronin si ndërmjetës të drejt për drejt të Troplinit, duke mbajtur kontakte me trafikantët, duke organizuar transportin e drogës dhe duke negociuar marrëveshje të rëndësishme me bashkëpunëtorët ndërkombëtar. Të dy konsiderohen si figura kyçe në funksionimin efektiv të rrjetit, me përgjegjësi të mëdha në menaxhimin e logjistikës së trafikut dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike. Një element thelbësor në ndriçimin e veprimtarisë së këtij grupi kriminal është dëshmia e Nureddin Dumanit, një i penduar i drejtësisë, i cili ka ofruar informacione të detajuara mbi mënyrën e funksionimit të organizatës, hierarkinë e saj dhe përfshirjen konkrete të disa prej anëtarëve më të rëndësishëm. Përveç kësaj dëshmie, autoritetet italiane kanë përdorur edhe përgjime ambientale, të cilat kanë ndihmuar në dokumentimin e disa episodeve specifike të trafikut të drogës. Sipas të dhënave të përfituara nga këto burime, është dokumentuar pjesëmarrja direkte e Elvis Doçit në një operacion trafiku ku transportuan 8 kg kokain në territorin italian. Ky episod tregon për rolin aktiv dhe të besuar që Doçi kishte brenda grupit, veçanërisht për llogaritë të segmentit të drejtuar nga Adi Çoba. Në dëshminë e tij, Dumani e përshkruan Visin e Pojës si një figurë të jetë rëndësishme dhe influente në rrjetin kriminal. Ai e portretizon Doçin si një negociator të shkëlqyer, fillimisht të përfshirë në tregun e heroinës dhe më pas, që nga viti 2013, të orientuar drejt kokainës. Sipas Dumanit, ndryshimi i substancës së trafikuar nuk ndryshoi brutalitetin apo kapacitetin e grupit, i cili sipas tij ishte një nga më të fuqishmit dhe më të pamëshirshmit në Shqipëri. Ai deklaron: Visin e Pojës mund ta identifikoj shumë mirë. Visi është një negociator shumë i mirë për trafikun e heroinës. Pastaj, në vitin 2013, ai la heroinën dhe filloi të merrej me kokainë. Të gjithë e quajnë Visi i Pojës. Poja është Xhevdet Troplini.
Kjo dëshmi e përforcuar nga të dhënat të tjera hetimore përforcon akuzat mbi aktivitetin intensiv të këtij grupi, i cili përmes rrugëve të mirë përcaktuara të trafikut arrinte të transportonte sasi të konsiderueshme të drogës, shpesh në tonelata, drejt tregjeve më fitimprurse të Europës. Veprimtaria e tyre nuk kufizoi vetëm me trafikun, por edhe në kontrollin e territorit, ndarjen e fitimeve dhe ruajtjen e monopolit përmes metodash kërcënuese dhe të dhunshme. Sipas dëshmisë së bashkëpunëtorit të drejtësisë Nureddin Dumanit, një ndër personazhet kyç të botës së krimit në Shqipëri është Visi, i njohur me nofkën si Visi i Pojës, djali i motrës së Xhevdet Troplinit. Ky i fundit, një emër i njohur për drejtësinë shqiptare, është dënuar rreth 2 dekada më parë për trafik heroine, por aktualisht paraqitet si një biznesmen i suksesshëm. Ashtu si në rastin e shumë personazheve të përfshirë në aktivitetet kriminale në vend, edhe për Visin e Pojës, informacionet më të rëndësishme vijnë nga Dumani. Ai ka qenë një vrasës me pagesë për llogari të grupeve të ndryshme kriminale dhe tani luan rolin e bashkëpunëtorit të drejtësisë, duke zbërthyer në detaje mënyrën e funksionimit të këtyre organizatave. Në dëshminë e tij, Dumani pohon se një personalisht Visin që prej adoleshencës, që nga mosha i 16-17 vjeç. Sipas tij, Visi ka treguar aftësi të veçanta si negociator në trafikun e heroinës, duke qenë aktiv kryesisht në periudhën nga viti 2010 deri në vitin 2013. Ai ishte pjesë e një grupi të strukturuar kriminal që drejtohej nga Xhevdet Troplini, i cili kishte fituar kontrollin në disa zona të rëndësishme operative, veçanërisht në qytetin e Durrësit. Ky grup, sipas Dumanit, kishte arritur të krijonte një pozitë të fortë në Durrës, duke u bërë një nga rrjetet më të fuqishme në trafikun e drogës. Megjithatë, pas vitit 2013, orientimi i tyre ndryshoi. Grupi braktisi heroinën, e cila kishte humbur vlerën dhe e kaloi tërësisht në trafikun e kokainës. Dumani dëshmon se për kokainën flitej në përmasa të mëdha, madje për tonelata. Ai shpjegon gjithashtu se organizata kishte lidhje të forta në Amerikën e Jugut, nga ku importonte kokainë të cilësisë së lartë për tregun europian. Linja e trafikut përmes Amerikës Latine drejt Europës ishte shumë fitimprurse dhe i kishte kthyer në lider të kësaj veprimtarie, duke u bërë referencë për organizata të tjera kriminale që kërkonin të kryenin operacione të ngjashme. Në dëshminë e tij, Dumani përmend edhe pranin e grupit në qytete të rëndësishme të Europës, si Hamburgu i Gjermanisë, ku sipas tij, thuajse kanë pushtuar të gjithë qytetin. Sipas deklaratave, droga që arrinte në Kalabri vinte nga Kolumbia, ndërsa në Durrës, grupi shpenzonte rreth 150.000 euro në muaj për sigurimin fizik. Miri, djali i Xhevdet Troplinit, kishte treguar se kishin krijuar një rrjet sigurie ku pagesat për njerëzit të cilët ruanin varionin nga 500 deri në 1.000 euro në muaj. Edhe pse i penduari i drejtësisë Nureddin Dumani e ka cilësuar qartësisht Xhevdet Troplinin si drejtuesin e një prej grupeve më të fuqishme kriminale në vend, deri më sot, ndaj tij nuk është lëshuar asnjë urdhër arresti. Kjo mungesë veprimi ligjor ngre dyshime serioze për ndikimin që ky grup ushtron në sistemin e drejtësisë dhe për ndërlidhjet që mund të ketë me struktura të saktuara brenda institucioneve shtetërore. Në dëshmitë e tij, Dumani përmend me detaj edhe një tjetër figurë të rëndësishme të këtij rrjeti, Elvis Doçin. Sipas tij, Doçi u përfshi që në moshë të re në tregtinë e drogës dhe fal aftësive të veçanta për të negociuar dhe ndërmjetësuar marrëveshje, u shndrua shumë shpejt në një aktor kyç të pazareve ndërkombëtare të narkotikëve. Emri i Doçit u bë më i njohur pas përfshirjes së tij në hetimin e vrasjes së Edison Harizait, një figurë e njohur e botës së krimit në Shqipëri, i cili u qellua për vdekje ndërsa dyshoi se kishte shkuar në Durrës për të kërkuar një shumë të madhe parash, si gjob që ishte vendosur Xhevdet Troplinit. Pikërisht, atë mbrëmje ndodhi atentati dhe ndonse provat e drejt për drejta mungojnë, hetuesit kanë evidentuar lëvizje dhe veprime të dyshimta të Doçit në atë periudhë. Ndërkohë, autoritetet e drejtësisë kanë dokumentuar disa raste të trafikimit të narkotikëve ku emri Elvis Doçit është përfshirë drejt për drejt. Më 1 qershor të vitit 2022, një sasi droge u trafikua drejt Italisë përmes një automjeti Opel Astra,
duke e kaluar nga porti i Brindisit. Në një tjetër rast, më 2 gusht të vitit 2020, 8 kg kokain u dorëzuan në mola të Barit, në një operacion ku Doçi dhe një tjetër i dyshuar, Adi Çoba, kishin rol aktiv. Sipas hetimeve, paratë përfituara nga trafiku ndërkombëtar i drogës transportoheshin në Shqipëri përmes një rrjeti logjistik të mirë organizuar që përfshinte agjenci turistike, shofer të besuar dhe individ me ndikim në institucione. Ky mekanizëm synonte të maskonte origjinën e fondeve, duke mundësuar pastrimin e parave përmes investimeve në biznese ndërtimi dhe sektor të tjerë të ekonomisë. Pjesë e këtij mekanizmi, sipas të njëjtave burime, ishin edhe zyrtar të korruptuar të policisë, si në rastin e Altin Morinës, që dyshohet se ka ndërhyrë në disa raste për të falsifikuar dokumente apo për të ndikuar në lirimin e të arrestuarve për drogë ose armbajtje pa leje. Në hetimet e realizuara, në bashkëpunim me autoritetet ndërkombëtare, është identifikuar edhe Orges Molla, një bashkëpunëtor i ngushtë i Elvis Doçit. Molla rezulton të jetë pronari 932 kg kokainë të sekuestruara në portin e Napolit më 31 tetor të vitit 2020, ngarkesë kjo, e cila kishte ardhur nga Kili. Ai është gjithashtu i lidhur me disa raste të tjera të trafikimit të hashashit dhe kokainës në sasi të mëdha. Fitimet e mëdha që rrjedhin nga ky aktivitet janë investuar në Shqipëri përmes kompanive të ndërtimit, rrjeteve tregëtare dhe bizneseve të legalizuara, duke e kthyer vendin në një qendër të favorshme për pastrimin e kapitalit kriminal. Sipas burimeve nga hetimi, kjo strukturë kriminale shumë dimensionale ka zgjeruar ndikimin e saj në disa shtetet e Europës dhe ka krijuar lidhje të qëndrueshme me rrjete ndërkombëtare të trafikut të kokainës, veçanërisht në Amerikën e Jugut. Një nga momentet më të bujshme të hetimit lidhet me zbulimin e 3 milion eurove të groposura, së bashku me bizhuteri të shtrenjta në një nga pronat e Elvis Doçit, tashmë 48 vjeç. Kjo pasuri është vetëm një pjesë e vogël e asaj që besohet të jetë ndërtuar përmes viteve të aktivitetit të palishëm. Megjithatë, përkundër gjithë këtyre të dhënave, Doçi kishte vijuar të jetonte i qetë, pa ndonjë shqetësim serioz nga organet e vendit. Burime të ndryshme tregojnë se në vitet e fundit ai kishte arritur të shtrinte tentakulat e tij në fusha të tjera, si ndërtimi, tregëtia dhe për fat të keq, edhe në qarqe politike, duke ndikuar në vendimarrje dhe duke u shfaqur si një figure padukshme, por të jetë e fuqishme në prapasken. Në komunikimet e aplikacionit Sky EncroChat për operacionin Ura, është përmendur edhe emri i ish-drejtorit të policisë së shtetit Gledis Nano. Një nga figurat kyçe në këtë skem kriminale është ish efektivi i forcave speciale të Reneas, Altin Morina, i cili rezulton të ketë lidhje të ngushta me rrjete të trafikut të drogës që shtrieshin deri në Ekuador, një nga vendet kryesore të prodhimit të kokainës në Amerikën e Jugut. Morina është arrestuar vetëm pak kohë para zhvillimit të operacionit, pasi ishte shpallur në kërkim nga SPAK, kjo për shkak të përfshirjes së tij në aktivitetet kriminale të cilat po hetoheshin. Gjatë hetimeve, është zbuluar se Morina përdorte pozicionin e tij dhe aksesin në sistemet e policisë për të marrë dhe kontrolluar të dhëna sensitive lidhur me personat e përfshirë në trafikun e drogës. Në një rast, ai është pyetur nga bashkëpunëtori i tij, Ekil Ndërjaku, për vëllain e një trafikanti që kishte marrë një ngarkesë droge në Spanjë. Kjo tregon se rrjeti i tyre shtrihej edhe në territore të huaja, duke krijuar një zinxhir të gjatë të kontrabandës. Në mënyrë të jashtëzakonshme, Morina shkon edhe më tej, duke kërkuar informacion edhe nga ish-drejtori i policisë së shtetit Gledis Nano në lidhje me këtë rast të veçantë. Megjithatë, sipas të dhënave në sistem, emri personit në fjalë nuk rezulton të i regjistruar, gjë që tregon për mënyrën se si informacioni mund të fshihej ose manipuloj brenda institucioneve të sigurisë. Lidhur me transportin dhe shpërndarjen e lëndës narkotike, Morina i dërgon mesazhe bashkëpunëtorit të tij, Ekil Ndërjakut, ku e njofton për një kontakt të besueshëm në Gjermani, i cili mund ta ndihmojë në organizimin e ngarkesës së drogës për transportin ndërkombëtar. Në disa raste, mes tyre shkëmbeheshin edhe fotografi të drogës, duke dëshmuar përfshirjen e drejtpërdrejtë dhe aktive në këtë aktivitet kriminal.
Gjithashtu, në komunikimet e tyre është evidentuar se Altin Morina informonte Ndrejakut për të paktën 3 ngarkesa droge që ishin gati për t'u transportuar dhe tregtuar, duke i dhënë detaje mbi sasitë e kokainës që kishin në dispozicion. Kjo tregon se rrjeti kriminal funksiononte në një shkallë shumë të madhe dhe me një organizim të mirëfillt, ku secili nga antarët kishte role të qarta dhe përgjegjësi specifike. Sipas dosjes së SPAK, në datë 24 shtator 2020, përdoruesi i pajisjes me PIN SP-NN-S9, i identifikuar si Ekil Ndërjaku, zhvillon një bisedë përmes aplikacionit e enkriptuar Sky Encrochat me një tjetër përdorues, i cili mban PIN-in DFEFF dhe që ende nuk është identifikuar nga autoritetet hetimore. Ky komunikim është pjesë e hetimeve të thelluara që po kryen SPAK për rrjetet e trafikut të drogës dhe për fshirjen e personave me pozicione kyçe në këtë rrjet kriminal. Në bisedën e zhvilluar dhe të dokumentuar në dosjen hetimore, diskutohet një përpjekje për të kontaktuar me ish-punonjësin e policisë Altin Morinën. Morina njihet për lidhjet e tij të ngushta me zyrtar të lartë të policisë së shtetit dhe dyshohet se përndorte ndikimin dhe pozicionin e tij për të ndërhyrë në procese hetimore dhe gjyqësore. Në këtë rast, qëllimi i kontaktit ishte të ndërhynin në analizën balistike të një arme të sekuestruar nga policia, me synim për të prishur gjilpërën, një shprehje që përdoret në mënyrë figurative për të përshkruar manipulimin ose falsifikimin e rezultateve të ekspertizave balistike. Pjesa më e rëndësishme e këtij komunikimi janë vetë përgjimet e publikuara në dosje, të cilat tregojnë shkëmbimin e mesazheve mes 2 përdoruesve të aplikacionit Sky Encrochat. O shok, a futet me Altinin se ka nalu çeken me armë duket. O me apri gjilponën te laboratorin Tiranë. Kur e kanë nalu sot? Po vlla, sot. Ja i shkruaj sa të përgjigjet. Okej, shok. Në këto mesazhe përftohet një situatë ku disa autoritete apo persona të përfshirë në rrjetin kriminal kanë ndërmarrë hapa për të penguar procesin normal të hetimeve, duke synuar të manipulojnë rezultatet teknike të një prove thelbësore, siç është analiza balistike e një arme të sekuestruar. Sipas të dhënave hetimore, personi i përmendur në bisedë me Novkën Çek dyshohet të jetë një individ i njohur me emrin Mond Çekiçi. Ky person atë kohë ishte nën hetim për armbajtje pa leje dhe përfshirje në aktivitete kriminale të tjera. Më pas, ai u bë viktimë e një atentati mafioz në mars të vitit 2021 në qytetin e Durrësit, duke thelluar edhe më shumë misterin dhe rrezikun e lidhjeve që kishte me rrjetin kriminal të trafikut të armëve dhe të drogës. Gjithashtu, në një bisedë tjetër në Sky Encrochat, përdoruesit diskutojnë mundësinë për të ndërhyrë përmes kontakteve në polici me qëllim shmangjen e përgjegjësisë penale për Çekiçin. O shok, më pyet, a kemi ndonjë me rregulluar tjetër në Tiranë kur të kapin me armë? Kan kapi shok, a mund të rregullojmë punën e gjilponës? Sa është më atje i shoku jetë, që pat me foli herë? Sa atje goka? Sot e kanë kap? Kur e kanë kap dhe si e kanë emrin, por do pyes një shok tjetër, po e marr vesh, kush është Robi? Mond Çekiçi. Në Tiranë e kanë kap apo Durrës? Këtu, në Durrës. Ok. Nga analizimi i bisedave të zbardhura nga platforma e komunikimit të enkriptuar Sky Encrochat, del në dritë një realitet shqetësues lidhur me grupin kriminal. Informacionet tregojnë se ky grup nuk ishte vetëm i organizuar dhe me lidhje ndërkombëtare për trafikimin e drogës, por kishte arritur të krijonte një rrjet të gjerë ndikimi dhe shtrirje brenda institucioneve të sigurisë, përfshirë edhe policinë e shtetit. Ky fakt tregon se përveç aktivitetit të tyre kriminal jashtë ligjor, antarët e këtij grupi kishin krijuar lidhje të ngushta dhe ndikim në brendësi të forcave të rendit, gjë që i mundësonte atyre të përfitonin informacion të brendshëm dhe të shmangnin goditjet e mundshme nga autoritetet ligjzbatuese. Ky lloj infiltrimi është një nga faktorët kryesor që i ka dhënë grupit një avantazh të madh në veprimtarinë e tyre, duke bërë të vështirë zbardhjen dhe kapjen e tyre. Shtrirja brenda policisë nuk përfshin vetëm bashkëpunimin me individ të caktuar, por edhe mundësi të ndërlikuara për manipulim të informacionit, ndërhyrjen e hetime
dhe mbrojtje të rrjetit kriminal nga kontrolle apo operacione të mëdha antidrog. Kjo situatë krijon një sfidë të madhe për drejtësinë dhe kërkon masa rigoroze për të çrrënjosur korrupsionin dhe për të rikthyer besimin tek institucionet e sigurisë. Nga bisedat e zbardhura në platformën e komunikimit të enkriptuar Sky Encrochat, ka dalë në dritë se grupi kriminal ishte i përfshirë në veprime konkrete për trafikun e drogës. Një nga aspektet më shqetësuese të këtij aktiviteti ishte përdorimi i valizheve të disa personave që mbanin pasaporta diplomatike. Këta persona, të cilët në korrik të vitit 2020 shërbenin në ambasada apo konsulata në vende si Lima, Nicaragua dhe Guatemala, shfrytëzuan statusin diplomatik për të kaluar pa pengesa ngarkesa me drogë. Kjo tregon se grupi kishte një nivel të lartë organizimi dhe lidhje që shtriheshin deri në sektor ku besimi dhe imuniteti diplomatik ofronin mbrojtje të caktuar, duke e bërë më të vështirë zbulimin e operacioneve të tyre nga autoritetet. Hetimet e thelluara dhe analizimi mesazheve, fotove dhe informacioneve që anëtarët e grupit shkëmbenin në chatin e enkriptuar zbuluan se ata dispononin të dhëna të hollësishme mbi mënyrën se si funksiononte trafiku i drogës. Ata kishin njohuri të detajuara për numrat e kontenierëve që transportonin drogën, për kompanitë të cilat kryenin transportin, për anijet ku ishte ngarkuar ngarkesa, si dhe për datat e nisjes dhe mbërritjes së tyre. Ky informacion tregon se grupi funksiononte me një rrjet të mirë organizuar ku çdo element ishte i koordinuar dhe i monitoruar në mënyrë rigoroze. Në një nga rastet më domethënëse të zbuluara nga hetimet, rezulton se janë paguar $500,000 amerikan për sigurimin e një sasie prej 500 kg kokainë në qytetin e Guayaquilit, në Ekuador. Kjo drogë ishte planifikuar të trafikohej më tej drejt Europës, duke bërë Shqipërinë dhe rajonin një nyje të rëndësishme tranziti në këtë rrjet ndërkombëtar kriminal. Për pagesat dhe transferimin e parave, grupi kriminal përdorte sisteme financiare jo formale dhe të sofistikuara. Në një prej tyre ishte metoda e njohur si hawala, një sistem transferimi parash që nuk përfshin lëvizje fizike të parave, por funksionon mbi bazën e besimit midis agjentëve në vende të ndryshme. Kjo metodë bën shumë të vështirë ndjekjen dhe kapjen e parave nga institucionet financiare dhe lizbatuese, duke i siguruar grupit një mënyrë efektive për të fshehur dhe transferuar shumat e mëdha të parave të përfituara nga trafikimi i drogës. Përveç përdorimit të këtij sistemi, hetimet zbuluan edhe dërgimin e parave në Shqipëri me autobus, ku shumat e transferuara varionin nga 42.000 euro deri në 280.000 euro në 10 episode të ndryshme. Në total, vlera e parave të trafikuara në këtë mënyrë arrinte në rreth 4 milion euro, një shifër tepër e madhe që pasqyron për masat dhe kompleksitetin e operacioneve financiare të grupit. Në fokus të hetimeve nga SPAK qëndron edhe figura e Elvis Doçit, i cili dyshohet se është i përfshirë në bashkëpunim me persona të tjerë ende të pa identifikuar në trafikimin e një sasie prej 2.2 tonësh kokainë. Kjo sasie e madhe droge u sekuestrua në portin e Rotterdamit në Holand, duke treguar përfshirjen e drejt për drejt të grupit në trafikun ndërkombëtar të drogës dhe dëshmuar një nga goditjet më të rëndësishme kundër këtij rrjeti kriminal. Ky rast nxjerr në pa jo vetëm kapacitetet organizative dhe mënyrat moderne të veprimit të këtyre grupeve kriminale, por edhe sfidat që paraqet për autoritetet lizbatuese në luftën kundër trafikimit ndërkombëtar të drogës. Përmes përdorimit të teknologjive të avancuara, komunikimit të enkriptuar, imunitetit diplomatik dhe sistemeve financiare të errta si hawala, këta kriminal krijojnë një sfidë komplekse dhe të vështirë për të goditur, duke u shtrirë në shumë vende dhe kontinente. Pas operacionit të madh të koduar Ura, i cili rezultoi në arrestimin e 14 personave në Shqipëri të dyshuar për lidhje me grupin kriminal të Troplinit, të cilët janë të përfshirë në trafik droge dhe aktivitete të tjera të palishme, zhvillimet në aspektin ligjor nuk vonuan. Vetëm 2 ditë pas këtij operacioni të suksesshëm, të arrestuarit u paraqitën përpara gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku u shqyrtuan masat e sigurimit që do të mbaheshin ndaj tyre. Gjyqtarja Rudina Palloj, pas një seance që zgjati më shumë se 5 orë, shpalli vendimin lidhur me kërkesat për verifikimin dhe rishikimin e masave të sigurimit. Për 11 prej të arrestuarve,
gjyqtarja vendosi që të mbajshin në fuqi masat e arrestit në burg, duke konsideruar të nevojshme që këta persona të vazhdonin të qëndronin në paraburgim për shkak të rrezikut që mund të paraqesnin për shkeljen e ligjit ose shmangjen nga drejtësia. Në të njëjtën kohë, gjykata u tregua me butë ndaj avokatit të njohur Armand Tragaj, i cili dyshohet si përdorues i platformës së komunikimit të enkriptuar Sky Encrochat dhe përfshirjen në ushtrimin e ndikimit të paligjshëm. Për të, gjyqtarja vendosi që masa e sigurimit të ndryshojë në detyrim paraqitje, duke i mundësuar atij të qëndrojë jashtë burgut, por me detyrimin të paraqitet rregullisht përpara autoriteteve gjyqësore. Gjatë seancës, Armand Tragaj u shpreh përpara gjykatës së posaçme me një ton emocional dhe kërkoi një mas më të butë sigurie, duke argumentuar se ishte në një gjendje të rënduar psikologjike. Ai theksoi se vjonte të përballej me sfida serioze në jetën familjare, pasi ishte kujdestar i 2 prindërve të smur, kishte një njerëk të paralizuar, një vëlla që po trajtohej në një institucion psikiatrik dhe bashkëshortën me fëmijët e vegjël për të cilët duhej të kujdesej. Për shkak të këtyre rrethanave të vështira personale, ai kërkoi nga gjykata që të merrej një masë sigurie që do t'i lejonte të qëndronte pranë familjes në këtë periudhë të vështirë. Ndërkohë, edhe 2 të tjerë të arrestuar, Ervis Deti dhe Bexhet Mema, përfituan një trajtim të ngjashëm nga gjykata pasi u liruan nga masa e arrestit në burg dhe ndaj tyre u vendos masa më e butë, detyrim paraqitje. Kjo masë u dha për arsye të ndryshme, duke marrë parasysh faktet e paraqitura dhe kërkesat e mbrojtjes së tyre ligjore. Në kuadër të seancës, mbrojtësit ligjor të arrestuarve ngritën disa pretendime dhe kërkesa, duke i kërkuar prokurorisë që përveç bisedave të zbardhura nga Sky Encrochat, të prezantohen edhe prova të tjera që mbështesin akuzat ndaj klientëve të tyre. Ata argumentuan se vetëm mesazhet dhe bisedat në këtë platformë të komunikimit të enkriptuar nuk janë të mjaftueshme për të provuar fajësinë e të dyshuarve dhe kërkuan që hetimet të vazhdojnë me thellim për sigurimin e dëshmive dhe provave të tjera materiale. Një operacion i përbashkët i prokurorisë së posaçme shqiptare dhe antimafjas italiane çoi në pranga 42 nga 52 personazhe kyç të botës së krimit, të cilët kishin ndërtuar një rrjet të fuqishëm kriminal që operonte në të 2 vendet. Ky operacion shënoi një goditje të rëndësishme ndaj organizatave kriminale që kontrollonin trafikun e drogës dhe aktivitetet e tjera të paligjshme, duke zbuluar një rrjet të gjerë influencash dhe bashkëpunimesh ndërkufitare. Megjithatë, mes personave të arrestuar, mungonte figura qendrore e grupit, Elvis Doçi, i cili ja doli t'i shpëtonte prangave gjatë këtij operacioni, por kjo nuk e ka bërë atë të padukshëm për drejtësinë, pasi ndaj tij janë firmosur 2 urdhër arreste të ndryshme, njëri nga antimafja e Barit në Itali dhe tjetri nga struktura e posaçme antikorrupsion dhe antikriminalitet në Shqipëri. Këto urdhër arreste janë një paralajmërim i qartë se forcat e ligjit nuk e kanë hequr dorë nga ndjekja dhe kapja e tij, dhe se drejtësia është e vendosur të sjellë atë përpara përgjegjësisë. Ky operacion dhe ndjekja e pandërprerë e krerëve të kësaj strukture kriminale tregojnë kompleksitetin dhe seriozitetin e sfidës me të cilën përballen autoritetet në luftën kundër krimit të organizuar. Duke patur parasysh informacionet e mëparshme mbi infiltrimin e grupit edhe brenda strukturave të sigurisë, përdorimin e teknologjive të avancuara si komunikimin në platformën e enkriptuar Sky Encrochat, si dhe metodat komplekse financiare si sistemi Hawala, ky operacion është një arritje e rëndësishme në luftën kundër një rrjeti shumë të sofistikuar kriminal. Gjithashtu, zhvillimet e fundit në procesin gjyqësor përfshirë paraqitjen e të arrestuarve përpara gjykatës së posaçme, ku morën masa sigurie të ndryshme dhe ku mbrojtësit ligjor kërkuan prova shtesë për mbështetjen e akuzave, tregojnë se sistemi i drejtësisë po punon me rigorozitet për të garantuar një proces të drejtë dhe transparent. Në përfundim, ky rast nënvizon rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar në luftën kundër krimit të organizuar dhe nevojën për masa të forta kundër korrupsionit dhe infiltrimeve të mundshme brenda institucioneve të sigurisë. Lufta kundër këtyre grupeve nuk është e lehtë, por me angazhimin e vazhdueshëm të autoriteteve dhe mbështetjen e drejtësisë, shpresohet që drejtësia të triumfojë dhe të rikthehet siguria në shoqëri.